Çfarë gjykimi kanë salavatet mbi profetin ton sallallahu alaihi wasallam në fund të namazit? Po, salavatet mbi profetin ton sallallahu alaihi wasallam në fund të namazit janë dua dhe lutje për të, dhe janë fjalët Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed, deri në fund të fjalëve që thuhen në lidhje me këtë çështje, dhe që do të thotë: o Allah, ço paqe dhe mirësi mbi profetin ton sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij, dhe janë fjalë që thuhen në shenjë respekti për profetin ton sallallahu alaihi wasallam, për shkak se nëpërmjet tij kemi mësuar çdo portë mirësie që na afron tek Allahu madhëruar, dhe këtu bën pjesë edhe namazi. Ndërsa në lidhje me gjykimin e këtij veprimi gjatë namazit, është se shumë prej dietarëve mendojnë se kjo gjë është e pëlqyeshme, por ka edhe prej tyre që mendojnë se është detyrë të thuhet kjo në namaz, dhe kjo është ai mendim që ka zgjedhur edhe Sheikh Al-Albani, Allah mëshiroft, dhe kur themi është detyrë, do të thotë se ky veprim nuk bën të lihet qëllimisht. Dhe nëse harrohet, atëherë ai duhet zëvendësohet ose të kompensohet me 2 sejdë që quhen sehvi sejdë. Gjithashtu, ky veprim ka një ndikim tjetër, dhe ai ndikim është se duaja e namazliut pastaj për veten e tij pengohet përgjigjja e saj derisa ai të çojë salavatën mbi profetin ton sallallahu alaihi wasallam dhe të bëjë dua për të, siç është shprehur shumë prej sahabëve.